أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون حمد بهم الله جل جلاله وجل شأنه përshëndetje tona të ngrohta të Ramazanit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të vorrit tij, familjes atij, grave të atij, burrave që kanë qenë zamanin e atij, edhe gjithë njerëzve që pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në gjykim. Me ajetin 32 sot në vazhdim suratul Nahl inshallah taala, dje xhamati nderuar na e kishme epicentrin e dersit se njerëzit të cilët i dorëzohen Allahu Gjelle Gjelaluhu në frimën e fundit në ndarjen e kësaj jete, ja u morin shpirtat me laiket me vështërësira të veçanta, për shkak se Allahu në Kurani Kerim tha dhalimi anfusahum, tha i kanë bë vetë vetës zullum. Kështu tha në Kurani Kerim, i kanë bë vetë vetës zullum. Dhalimi anfusihim, kanë qenë zullumqar. Tham dje prej dersit djejt se zullumin këtë bot një, shumë zullume, shumë ersira në ahiret. Kjo ishte qendra e dersit djejt. Allahu Gjelle Gjelaluhu prej zullumit në mbroft, edhe në mbroft neve prej zullumit qerve që demonstrojnë zullum bine. Sot inshallah taala me ajetin 32 është fjala në të kundërtën e bisedës djejt me grupën qetër kur dorëzohen me dalë për kësaj bote. Allahu në Kurani Kerim konkret flet për muslimanët, ka thonë alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, në të kundërtën e fjalës zalimin, ka thonë një grupës qetër vinë me laikët me amar shpirtin në fundin e jetës, kur është e caktuar Allahu e din. Ju ka thonë tayyibin, të mirë. Fjala mirë përfshin çdo të mirë, po Allahu flet vetëm një fjalë, ajo është përfshise. Ka dallim të madh shumë prej atij që ja musliman atë ditë kur të vdes, edhe prej atij që sa është musliman atë ditë kur të vdes. Çka ka dallim? Unë do t'i cekit disa dallime. Prej atyre do t'a cekë atë që është sot shumë ngusht i lidhën me dersin e sotit. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, xhamati nderuar, nëse arrin me nënvizu këta dhe me marr me vete, ka thonë muslimanin në momentin e vdekjes e kursej prej një gjaz shumë të çuditshme. Ajo që muslimanin e kursen Allahu Gjelle Gjelaluhu në momentin e vdekjes është e kursen nga dhimbtat e saj. Ai vdes edhe nuk nin dhimbt. Është Kurani Kerim, ka thonë alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, ata vdesin, ata dorëzohen, me laikët javë nxjerrin shpirtin, ato nuk ju atyre nuk ju dhem asgjë. Nuk ju dhem faktikisht, nuk nin dhimbt. Bismillahirrahmanirrahim. Kemi spjegu me herët. Wan naziati gharqa, po baj bene me laikët të cilët i e vdesin njeriun me emnin e Allahut, edhe e batisin ata, ka thonë Kurani Kerim, e humbesin ata, e humbosin ata, e thallojnë në batisje. Ka thonë shka i bojnë? Ja shkullin shpirtin, po baj bene ato me lajke, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kafirit, njeriut që ka njoft ma shumë se një zot, edhe ati që hit s'ka njoft zot, shpirtin ja shkullin. Kanë thonë komentatorët e Kurani Kerimit, e pse ja shkullin? Pra ka thonë pse ata e kanë shpirtin nije në trup, ata e kanë shpirtin nije. Ka thonë në të kundërtën, po baj bene me laikët, vë naziati e garko, vë nashitati nështa, po baj bene me laikët të cilët muslimonit kur t'ja nxjerrin shpirtin e freskojnë. Kur t'ja nxjerrin shpirtin e freskojnë, e pastaj ja nxjerrin shpirtin atij.
Ato janë si mjeku i mirë. Hasha me krahasu me lajken me një mjek. Për shembull duhet më thjeshtu që të kuptohet më një herë. Mjeku i mirë, kur shkojsh me marr një injekcion ti, ka dallim mjeku prej mjekut, ka dallim motra prej motrës, ka dallim të madh. Njëri thot kështu. Shpërtha krajin. Ti është përtha në krajin, ai vogël aculla i madh, ke tutën për injeksioneve. Ai kur të vjen me atë injeksionin të shtroj, ti e shtrëngon ata dhe ai drejt si krabën në kasht. E shtin ata dhe ilaçin më njëherë. Hac. E pakët, e bjend pakt, e bjend fikt, e dhimt, e mërzi. Kurse mjeku qetër, kurse ajo motra qetër, e cila medicinalisht është mirë e edukume, ajo thot nëse dol, nëse dol, me përvel krajnë, e përvel ti krajnë edhe harron se çka po do me ndodh tash nga edukata harron, nga mirësia asaj harron. Ajo kur ta përvelësh ti krajnë, vjen i bjen një herë, di 3, 4 këtu. I trazon enët e gjakut për pranim mirë, e pastaj ka një pamuk të mirë, e ka një ilaç të mirë, e ka një bisedë të mirë, e ka një mikpritje të mirë, ta fërkon ata, edhe me kujdes shumë të madhe shpon atë famishit, carokit apo të modhit, ka dal e ilaçin, ka dal, edhe duke e zhvillu një bisedë se ti ke mu shëru, ti ke mu shnosh, ti s'ke me pas problem, se kjo të banhari, janë këto ilaçet kombinu me mirë, ti kejt këto të i pa, në atë moment ati ban më mirë. Në atë moment ati ban më mirë. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Ndove musliman vinë me javë marë shpirtat me lajket, mëllë spari para se t'jam zirën shpirtin, e freskojnë atë. Mirë, shka i qesin pra? A i qesin spirta ato? A i japin ato ati alkohol dezinfektusa? Për me fresku, jo, ato i japin ati diçka krejt që tërsen. Qka i japin ati? Ajo që shumë popojnë bot me ta kanë problem. Ato i japin ati i nderuar i gjemot, madhë spari, në numri një përshëndetje. Në numri një përshëndetje. Me përshëndetjen me të cilin shumë njerëz sot kanë problem. Pse kanë problem, a thu? Kanë problem. Se kur t'ja u përmenësh përshëndetjen të këti kalibri, të këti soji, më njëherë ju dalin leqet në përlikur të alegorisë antifetare. I thu për shembull ti, përshëndetje duhet me qenë me selam, o njerëz. Muslimanët duhet me u përshëndet me selam. Ato më njëherë, ato se kanë gajle. Pse e shpërdhajnë ventilin e kanalit 1 metre e gjisëm me ujnë midis sharit, ato s'nin vela për këtë mesele. Me selam duhet me përshëndet. Ja? Të e pas në mirë me njësin tonë, une të marat selamin e ati Arapit a gje, këmë mirë dita, mirë mrama. Të e pas une përshëndetjen teme, sabah hajrolësën, akshama hajrolësën, günajdën, të i pas une këto përshëndetje, tja marë përshëndetjen ati Arapit. Unë të e pas përshëndetje good morning, tja marë ati përshëndetjen ati Arapit. Të e pas une përshëndetjen teme, good morning, unë tja marë përshëndetjen ati Arapit. Kështu popojt kanë si probleme. Ato në realitet s'janë probleme, po i bëjnë probleme. Se të përshëndetesh me mirë mëngjes, s'ash as një problem. Të përshëndetesh me mirë mrama, nuk është as një problem. Të përshëndetesh me mirë dita, nuk është as një problem. E kush për e banë problem, pra? Nuk për e bëjnë problem. Ato që po thojnë thuni mirë mëngjes, po e bëjnë problem ato që po thojnë mëstuni assalamu alaikum. Inshallah në këtë kod vogël të kësaj bisede qëkurt kam qeni qartë, po halase kemi kri. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, selami, përshëndetja me selam, nuk është përshëndetja Arapit. E të më falni se kam dasht me gabu shti shumë, me punën e të kolmës kam dasht me gabu, inshallah nuk do të gabojmë. Përshëndetja assalamu alaikum nuk ka përshëndetja Arapi. Ajo nuk është përshëndetja e një kombi prej kombëve në këtë botë, po ajo është përshëndetja e sa njerëzve në botë me vullnet lajmërojnë se janë musliman. Ajo është përshëndetja e kejve. E pejka ka burimin, tha ajo është përshëndetja e Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu. Përdorët
në tani jetën e muslimanëve të përditshme në mëngjes dhe mbrëmje, përdoret në çdo takim, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha kuntuma tamshiyani ala sabil, thumma farraqat baynakuma shajaratun, fasallimu ala ba'dikuma ba'da liqa'ikuma. Me kuptim e thash hadisin. Nëse jeni të hes dy çift, edhe ju dan pema, njëri i bën nonën e gjastë, tjetrin të majtën, ju dan pema, kur të takoni thuni selam aleikum. Po neve s'na dan pema, ato pemët janë gjatë prej rrugës, janë majtë, neve nuk na dan pema. Mara i nderuar i xhamot, çka ato dan një pemë ti që e zaventson këtë fjalit bukur me ditë, dan kerri tije, shkon me shoqin tan, me vllavin tan të hipte kerri, njoni prej ka njëra derë, qetri prej ka dera tjetër. Kur të hish në kerr e ke obligim me dhon selam. Me thonë selamu aleikum. Kur dale, kur të linde fëmia në këtë botë, një obligim prej obligimeve të familjes, të prindit, babës edhe të nonës, sidomos të babës në atë moment, është obligative me i thonë ati që po vjen në botë selamu aleikum. Ati që po vjen me i thonë selamu aleikum. Prej këtu fillon, edhe tani jetëm derisa dhe pema në dalë, e pastaj kur të vinë me lajket me ta morë shpirtin, na jemi këtu në këta jetë, ato bëjnë një freskim. Çfarë freskimi? Të parën fjalë që lajmërohet me lajkja para muslimonit, shpirtin me anëzirë, selamun aleikum, dhe përshëndetjen e Allahu xhelle xhelaluhu pranëne. A ki pa me lajke me si shti? Jo, shti si shef ato me si. Kur i shef? A dit i shef me si? Edhe andej i tëne shplot herë ka me të dhe në rastin i po. Një herë kur ta i për shpirtin, sa të kalojnë disa sahat qerat. Disa sahat dhe sa të vini hoxha. Me të pregadit, me të la hajt, fur mirë, më shtel 5 kategorit, e cilët e kanë emnin qefin, të lidhën 3 vene. Të lidhën 3 vene, ma as zullum së në ban, as fush së në hin, as nardhuj së në hin, as së hin me vjedh, as së hin me vra njërin shpit vetë, kur gjo ma së në ban, ishtë se të kanë lidhën 3 vene. To janë shumë, një a bëll. Të lishon baba, nona, në vorë vlau, të zgjidhin. Thot, kështi për zgjidhin se do të mlejmë me dhema, pa s'ki mundësi me bo zullum. Dhevin, ato hala, ato akoma skandal prej vorit, akoma skandal, tha Rasulullah i sahabëve, mos dilni më njëherë, kështu i tha sahabëve. Tha, mos dilni bash më njëherë prej vorave, vesh dhevin edhe ik. Tha, nalë në pak, leallehu yasta'nisu bikum, tha se ki të vorat, ki që ka hin tokë, tha ndoshta pak çmallët me juve. Disa momente është fjala. Rrini disa momente tha se innehu l'ana yus'al, tha tash janë të pyet. Jo natën e vorrit janë të pyet. Këtë kanë shku të vorrat, kanë ardhur, kanë hongër darkë. Dëgjoni xhamation, njerëz të tonë shëdit. Kanë hongër darkë dhe janë ushë me pi çaj edhe ka hi muhabeti. Njëri muhabet, ashti janë të vetë ata hoxha. Dëgjoj, si janë të vetë, e kanë vetë. E kanë vetë akri. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha rrini pak, se innehu l'ana yus'al. Po kthehem, do të vim ata inshallah, nëse nuk harrohemi. Kur të lajmërohet me lajkja të paranëherë muslimonit ati ku ka me vdekaj, do të selamu aleikum. E ti do të mirësh një selam prej me lajkës, as nuk ka mirë mëngjes, as nuk ka mirë mrama, as nuk ka good morning, as nuk ka good morgen, as nuk ka dobro jutro, as nuk ka dobro večer. Tha selamun aleikum, o ti i Allahut, tash është dita jote e fundit, pranoj një selam prej neve. E ti si musliman, mo, atëherë s'ka, që që antenat e kësaj bote janë prej atëherë, mo. S'ka biset edhe me ato maton, edhe me këtë shpijës këton. Kisna shaj moment, kja, qëtër moment. Me këto e ke kri, te ato halas ke himrena që atëherë janë këto biseda. Aleikumusselam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kemi arë për një punë. Ashtë fjala për muslimanët. Na kemi arë për një punë. Na kemi arë, kemi emanetin tonë të ti. Jemi të rëdhnum prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Selamun aleikum. Udkhulu l'gjenne. E thonë hinë në gjennet. Qëko bëgjo? Ti tu ta morë shpirtin dhëmë hinë gjenneta. Po, tu ta morë shpirtin ati në moment hinë gjennet.
kanë komentu djetarët se i cili komentet e veta dhe argumentet e veta kanë thonë, pa i sa vakti gjennetit shti kur disë shti, vakti gjennetit a ma vonë, kanë thonë djetarët se muslimonit kur ti mirët shpirti në atë moment kur des aj, ati para se të vdes disa gjisma, disa qereke, disa fërtal të momentit, me lajket i lajmërojnë ati se aj ka me amajt, ka të shku, u dhe ati, finishi ati ku ash, limiti i fundit i ati, soni ati ku atur që po e tham. Një prej djetarve, kur ka desh në metit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, këtë ngjarje me ja spjegu, me shembuj të afër për mu kuptu, a ja tha një shembull dore. Kështu tha, çështja me lajqës i merr shpirtin është kështu. Tha nëse unë këtë dorë, ta tregoj ti edhe ti shaf këtu çka kam shkrume, kjo është nxjerrja e shpirtit. Ka thonë nëse don me ditë për shpejti se si ndodh që i thot me lajka hin xhennet hala vakti s'ka ardh, ka thonë nonën çetër xhenneti. Me pak e ke rrugën edhe krijet. Kështu krijet ka të shpejt. Tha udkhulul janna bima kuntum ta'malun, hinin xhennet me punët që keni bë, me veprat që keni bë, hinin xhennet se i keni pas veprat e mira, hinin xhennet se s'keni pas bë keq asnjëherë, hinin xhennet se ju pinrinin e juve e keni pas rrugën e drejtë, ju s'keni pas dallashit asnjëherë, ju nuk shkut njëherë dikun të në ardhët dikun, gjithmonë e keni majt. O ju të qëndrushëm, hinin xhennet. O ju të paluhatshmit, hinin xhennet. O ju njerëz që u plakët në islam, hinin xhennet. O ju të ri që i vdiqet edhe të kam ngullën se do ta vazhdoni, hinin xhennet. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kjo ka këtu në tokë, në dhomë, në vorë mrenda, muslimoni ka me lajke të dërguara prej Allahu Gjelle Gjelalu. Njënja me lajke ka emnin Nekir, qetra ka Munkir, njënja ka emnin Nedhir, qetra Beshir. Pra dipal me lajke janë gjematin dërshëm të vorrat, dipal janë, njënja ka emnin Nedhir edhe Beshir, njënja ka emnin Nekir edhe Munkir, që ato shka emnin Nekir edhe Munkir, ato shkojnë a gjenë në rëgjanë s'koj di unë ku, mësë janë zomë emnin tash ku s'ka musliman me një fjallë. Te muslimoni vinë di me lajke, njënja ka emnin Beshir, qetra Nedhir. Përgëzuesit, te muslimani mirë, përgëzuesit, ka ke njoft për pengamer, kështu të, ka ke njoft për pengamer, ose, ma dha takunu fi rajulin bu'itha fi Mekka, me plot edukat, qka thu për atë burrin në Mekke që spjegojshin ulemat për ta, qfar mendimi ke pas, nëse ka qenë muslimani vërtet, nëse ka qenë i kam ngullun, nëse ka qenë nasihat gji, nëse ka qenë din gji, nëse ka qenë dindar, innehu rasulullahi arsalahu Allahu rahmeten lil alamin. Aja është i dërgori Allahu Gjelle Gjelalu, ate e ka qo zoti për njerëzien. Ndëgjoj mirë gjalliri, ndëgjoj mirë tash, i thojnë me lajket ati, po na kime ditë se ti kështu thu, po na kime ardhë me kri obligimin ton, selamun aleikum, prap paqe Allahu të kofë mbi ju, fli, për kunu, fli me një bache prej bache gjennetit, knaqë në ta deri ditën e kiametit. E nëse është nonën qetër pra, nëse i ka taku ki qetërës kategoridhë, ka ke pas zot, ka ke pas kitab, ka ke pas pengamer, ka ke pas vla, qka ke pas din, ku i ki besu, ka ke pas ku i shi, si e pastru, si ke jetu, ku e ki bo këta, ku e ki lona ta, ku e ki mor këta, kejt këto në gjarje janë në vërë, po qërtë njerëz mirën me to, mëso habit, më njëherë me i vu vetës një etiket në shpinë se unë e pana let. Mësë lisho më njëherë me thonë, unë e pana let. E ke let nëse e ke bo për let. E ke rënd nëse e ke bo rënd. Se ashe lidhën krejtësisht me hapat e kësaj bote. Me ato ashe lidhën. Ibrahim a.s. tha me leqës shpirtave. Tha ati, Azrail, i thojnë gjemation, Azraili. Ani dobil e thojnë Gjebraili ja merë shpirtin, shka s'ka lidhje. Fare, Gjebraili s'merë shpirt kur kuj, a i bjen librat e Allahut prej qile dhe puna ati krijet, a i vetën vahin e ban, edhe asni që janë qëtër.
Thot Azraili, sa shemën i vërtet i me lajkeve që merë shpirtat emni Azrail, jahudit i kanë vu këtë emën. I kanë vu këtë emën kësa i me lajke, se ato e konsiderojnë anëmik. Jahudit i kanë thonë për nga merit Azraili, ato i kanë vu këtë emën. Azraili a ka pun me ti, tha po, tha se dojmë pra se kemi anëmik. Gjebraili a ka pun me ti, po, se dojmë ti pra se atë kemi anëmik. Azrail se ka emnin me lajke e shpirtave. Kur konë Kurani Kerim nuk ash, as në hadis. Aja është në Kurani Kerim me emën qëtër. Thot, melekul mauti ledhi wukile bikum. Aja ka emnin me lajkja e vdekjes. Me lajkja e vdekjes e angazhuar prej Allahu Gjelle Gjelalu. Ibrahim a.s. i tha kësaj me lajke. Tha, unë po du me dit që shja merë shpirtin ati që sa musliman. Kështu tha Ibrahim a.s. Po kam qef me të pa, qish je ati jo muslimonit kur t'ja mirë shpirtin. Tha me lajkja inna ke lato te i kodhalika Ibrahim. Tha këtë gjë, këtë fotografi të emën së ne banti. Tha po du. Tha arid. Këthe e kryin me njonë. U këthi Ibrahimi ka në e majtë, tha shiqom tash. Tha kam pa një njeri, në formën e njeriut. Prej toke, derin qil, a i qitë ke flak prej goje e mbushi hapsinën me zjarë. Tha kështu jam unë kur qkoj me amor shpirtin ati që sa musliman. Tha pra, po kam dëshirë me të pa qish je kur qkojsh muslimonit me janë zirë shpirtin. Tha arid, shiqon majtas, shiqon gjaftas. Ibrahim a.s. në shiqimin e gjaft, tha këthau, kur u këthi, tha kam pa një gjall, i veshun me teshat bardha, prej tokës në qilë, për goja i rrëll të tamël, qëmsht i papam në këtë botë. Tha më thaj muë se ampave po, kështu jam kur shkoj të muslimoni shpirtin me amor. Me kësi fotografie, me kësi fizionomie jam unë kur shkoj të muslimoni. Edhe a i në atë moment qeshet, qertë kajnë. Ato kajnë, a i qeshet, thojnë të në këto njerëzit për rath se, po tu kesh, po, dyq, tu kesh dyq. Edhe thojnë të në njerëz të tonë, hetë se kemi marrë vesh kur ka dikë. Edhe thojnë njerëz të tonë, ishmi të e pa mesi, edhe hetë se në morën vesh. Thojnë njerëz të tonë, vesh njëherë livritin qaf pak, edhe mos lujti. Thojnë njerëz të tonë, 3 herë ka ngre. Thojnë njerëz të tonë, kish dek nëse pa më vela. Thojnë njerëz të tonë, unë kash ati të bo muhabet, po dole ta marrë një gotuj, kur erdha i kish vdek. Thojnë qert njerëz, si ka nis me vikat që 3 ditë s'ponalët. Thojnë qert njerëz të gjomat sa të muni manu edhe mos o dorzoni. Qert njerëz e afrojnë spatën ati, jashtin spatën për gjomi, edhe thojnë qindro kur të vene ajt, ti moja shpat, edhe ti moja spat në pal qafës mësele, mos o dorzo dhe? Mos o dorzo si të mujsh mos më u dorzu, apo? Po që qëta është nuk kanar me të lidh ato me uniform ma vitë për dore me të morë me veti. Kanar krejtësisht qerë, këto janë administratorët e shejt, të ndershmit, ma të ndershmit, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu, i nderuar i gjemot. Ash njajt me ti e tash ti me bisedu këtu na, qish po përshëndet me shte Amir Mëngjes, Amir Mrama, ash njajt për ti e tash me dit një are për gjithmonë se me lajke Allahu Gjelle Gjelaluhu t'jap selam të ta morë shpirtin. T'jap selam të arën këtë dunjo, t'jap selam të dalë prej kësaj dunjohe, selam në vorë natën e vorrit, edhe ditën, momentin e ringjallës para Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu, dalmit prej vorrit, me lajke e cila ka qene angazhume me tije, tan jetën e vorrit tanë, mbi vorrin tanë. Nëse pyet ti, që ato me lajke që i shkruin gjunate, se vapët në katë gjaf, edhe se vapët gjunat në katë shmajt, ku shkojnë ato kur des me la gjefini? Po thojnë pa, shkojnë të një qetër a gjë. Ati qetëri shka të velin këtë dunjoj i nohën mas ati. Edhe se lishojnë motën e një qetëri për cilin meren. Inkarnacioni i me laikizimit njerëzve runa zot. Dhe në ti kur t'hisht e vorat i nderuar, që ato me laqe që t'kanë për cilin këtë botë për mi varrin tanë. Terit dilesh para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nëse ke qeni mirë, thojnë Allahumma gëfir li sahibi hadhe l'kabër. O zot falja që ti zot njës këti vorrit. Teri ditën e kiametit, falja. E shef ka janë rruga jote ka jetu shku? Rruga jote qëtë për pasrojnë për gjunohave tash. Allahu si ja këtha lutjet prap. Nëse ke qenë negativ,
nëse ke qenë prej dorës tjetër, nëse ke qenë prej palës tjetër, thojnë ato deri ditën e gjykimit mbi varrin tan, Allahumma l'anhu la'nan kabira, o Zot mallkoje. Për mi varr ti rrez ban më as gjuna as sevap, ato tjerë për mi varr thojnë o Zot mallkoje. Se kur ishte për mi toki, na ka pas bërë shumë zullum neve, me lajkeve zullum. A mundesh me ju bë me lajkeve zulluma? Po, mundesh me ju bë zullum me lajkeve. Çish i ban? Ato vinë me ta përshëndet abdesin, ti timon mirë ato. Me lajket vinë me ta përshëndet abdesin me arë namaz, e ti ala pa ufshi mirë, i timon ato një herë, mirë i largot, kësha me po, qishti afromi? Qish me afru? Po, i njëllos ato ti, ju ban zullum ative, ato vinë me të bo selamu aleikum, ati runa Zot, s'po thëmë për ti e unë ti, e dini ju ka e kam për qëllim, ti e kam për qëllim gjithmonë fjallën njeri, jo ti që je në gjami, po ti o njeri do me thonë, gjithmonë kështu kuptone, se hartë thomin kursi ti, do me thonë ti o njeri, jo ti që je unë shkëtu. Ke pira ki, i dejnë mirë, së më dëgjova një fjallë, në spital në Kumanov, prej njerëzve kush i tonë që janë musliman. Po e thamë këtu se u qudita. Pra më keni pa në televizor ju një njeri ka vdek në borë ati. Ka vdek në borë. Ta shqyqo, njeriu i fisit vetë, njeriu i gjisit vetë, nuk për e përdor termin kish dek një njeri në borë, po ato po bojnë bisedë në zvetë, unë s'po intereson a fare. A njoni për i thot ati, a pave prom kish dek një njeri në borë, a i qetri. Po be tha, lipsa. Au njeri inderuar i gjemot, teri ku e sjell njeri vetën që qertë mas me thonë lipsa. Teri ku e sjell njeri vetën, se lipsa ka vdek zare kështu, ka pije, ka met me një vend. E me lajket nuk dojnë kështu, ato e dojnë arën e miskit, ato e dojnë arën e drëndafilit, ato e dojnë një erë qeter, e dojnë arën e muslimonit. Muslimoni ka arën e mirë. E dojnë arën e muslimonit, na i largojmë ato ka pak, ju bojmë ative kështive pun. Inderuar gjemot po këtheve po thëmë, kur dilesh prej vorrit nesër, ato me lajke që janë bivarrin tanë, kanë për cilë gjatë jetës, edhe gjatë varrimit, edhe pas varrimit, të parën herë kur qa ato ka medalë para Allahut për përgjigje, e para fjale ative, selamun aleikum. E para fjale ative, selamun aleikum. E pastaj, e para fjale me lajkeve të dera gjennetit, selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selam ju bojmë juve na prejanës Allahu Gjelle Gjelalu hini këtu në gjennet derin pa fund të dera gjennetit. E mrejnë në gjennet, la tasma'u fiha lagwan wala kidhaba illa kilan selamen selama. Ska shamje, ska fyrje përveç se selamu aleikum edhe aleikum selam. Prej vorrit, prej lindjes, e në përjet, e në mramjen mëngjes, e të vorrit, e mas vorrit, natën e vorrit, dalmit prej vorrit të dera gjennetit, mrenda në gjennet, kejt muslimoni e ka selam. Pra mëso habit, na jemi të folë për një sistem shumë të madh, i cili përfshin 3 jetat, i përfshin 4 jetat. Selami Allahut e kap fëmijën edhe në barkun e nanës. Aja në nëhijen e selamit paqës, selam paq, në nëhijen e paqës Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. Tha alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Të mirë, melaiket. Të mirë ato që po vdesin, i miri ata ku me të mirin. Selamun aleikum fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hinin jannet, se pisot po dihet se do hinin jannet. Masi me selam, masi me paq, hinin jannet. Me punë që keni bë. Si kush prej juve, ose për xhamatit tjetër, ose prej këtij hoxhe, ose për tjetrit, kanë dëgjuar se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lan yadkhul al-jannata ahadukum bi'amalihi." Kur s'ka me mund me hin jannet dikush me punë të veta, se pak. Se gjenneti shumë, ti pak. E qish me hi ti pak ta i gjenneti shumë me kaq punë pra. Ka thonë Rasulullah, së në hinin gjennet me punë të juve. Ka thonë, ja Rasulallah, ka thonë, wala ente, i ka thonë sahabët, a as ti së në hi me punë të tua, që s'ket këshia hiq? Tha Rasulullah, jo, tha asune, kështu tha, jo, tha asune. Tha illa, an jeta gammadani Allahu bi rahmeti. Tha vetëm kur të mështjela Allahu me rahmetin e vetë, tha atëherë hi në gjennetune. Se unë pak, puna jeme pak, gjenneti shumë, zora me fitu me pun. Thalja Rasulallah,
as ti s'hi me puna, tha asun nuk hi me pun, tha mështjel Allahu mbulon me rahmetin e vet, hi në gjennet, tha. E këtu pse në Kur'an pra me pun, tha udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Këtë ajetet në Kur'an flasin se në gjennet hijet me pun. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Buruj. Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu. Inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ata që kanë punu besim, kanë bë besim edhe punë të mira, hinë gjennet me lumej. Do me thonë i besim edhe punë në gjennet. Në suratul Kahf, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tha ato që kanë besim edhe bojnë punë të mira, hinë gjennet. Hinë gjennet. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Tha hinë gjennet të përgjithmonshëm, edhe kur s'kan qef më me dal. Kur s'kan qef më me dal. Tha me punë të mira, hinë gjennet, apo? Hadisi me rahmetin e Allahut hinë gjennet. I nderuar i xhamat, momentet kur të vinë me lajket, me ta marrë shpirtin edhe t'japin selam, edhe thujnë se kejme hinë gjennet me punë që ke bë, do me thonë, rahmeti Allahut që na ka qu neve kësisoj, ashtë taku me punën e mirë tonën, e punë pak, puna jote e mirë pak, edhe rahmeti Allahut i madhë shumë, janë taku në këtë vend bashk, edhe tash e njerëzve që i vdesin musliman. Kjo ishte një pasqyrë e momenteve të fundit e muslimanve, e njerëzve që i kanë besim. Kurani Kerim i kthen tash te grupi i qetër prapë dhe thot: "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti amru rabbik." Tha qerët, çka mendon ti ja Muhammed kur të vinë me lajqet e ato me allmor shpirtin? Au jati e amru rabbik, ose ka ardhë smundja, ose ka ardhë dita kiametit. Këdhalike fa'ala alladhina min qablihim. Tha kështu, qish pëndodhë me këto qish piju nëzirët shpirtit, që ashtu ju kanë zirët ative. Qish kanë bo këta hajgara me fen, të parë të këtive kanë bo hajgara me fen. Qish e kanë nënshmu këto islamin, të parë të këtive kanë nënshmu islamin. Gjithmonë kanë qenë generat mas generate, grup mas grupi, nënshmus, Allahu do t'i nënshmon edhe në momentin e vdekjes. Walakin kanu wama zalamahumullah. Tha o Muhammed, o ummeti pejgamberit, tha që do t'i nënshmojmë në momentin e vdekjes fort. Tha nuk ju bëjmë zullum. Kështu ka thonë Allahu në Kur'an Kerim. Tha nuk ju bëjmë zullum ative. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tha ato vetës i bajnë zullum. Ne nuk ju bëjmë zullum, ato i bajnë zullum vetës. Pse i bojnë zullum vetës? Shka kush ka morë molli me bojnë zullum vetës? Tha po i bojnë zullum vetës se e kanë zgjedhë rrugën e shtremt. Për atë, a ka zullum më të madh vetës që ja ban njeriu kur e zgjedhë rrugën jo drejt për jetë? A ka zullum më të madh njeri kur e zgjedhë me qenë vjedhacak e mës me qenë i ndershëm? Ai vetë i ka bojnë zullum, Allahu si ka thonë kërkuj me vjedh, ai ka thonë mës me vjedh. Pra kush po i bën zullum vetës? Allahu po i bën zullum njeriu, ta njeriu po i bën vetës zullum. Njeriu vetës po i bën zullum. Fa asabahum sayyi'atu ma amilu. Tha i ka prek e keqja e veprimit të vet që i kishin zgjedhur me dorën e vet. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Tha këmisha e shumtimit tamam po ju ban, se ato e shumtojshin dunjon edhe shumtojshin të vërtetën me fjalët e veta. Tash ti këmisha e shumtimit ditën e kiametit bash tamam po ju ban zullumqarve. Tha Allahu në Kur'an Kerim: "Idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Kur ju thësh me besoni, çish po besojnë njerëzit e mençur, njerëzit e ditur, ato thëshin: "A dhe na të besojmë si mendje lehti ta." Se ato shka besojnë në Islam na qenë kanë mendje lehtë. Kur ju thojmë besoni në Allahun xhelle xhelalu, e kush e ka pa ata? Kur besoni në atën e vorrit to njerëz, thoj kush ka arpi ma ton me kallzu. Se i cilës një diqka i gjojnë ato të pakufishme edhe të pa rezultatshme e të pa delil, të pa argumentuar. Kush ka arpi të vorri me na kallzu neve se qish po asha gjenë vorë shka po thojnë në gjallart. E morin këta rrugë. Allahu xhelle xhelalu tha: "Fa haqa bihim ma kanu yastehzi'un." Ata po bojnë hajgare, po bojnë isteza. Tha po ju ban taman këmisha e shumtimit natën e vorrit, edhe ditën e vdekjes, edhe marzvorrit, edhe ditën e kiametit. Wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min dunihi.
Ndëgjoj mirë xhamatin ndershëm, ndoshta mos do të jetë ajeti i fundit dersit e sodit. Wa qala alladhina ashraku law shaa Allahu ma abadna min dunihi. Mushrikët kanë thonë, ato që i kanë njoft më shumë se një zot, kanë thonë, me pas dash Zoti edhe ne ishmi musliman. Me pas dash Zoti edhe ne si kishmi bëj ibadet dhe një qetrit veç Allahu xhalla xhelalu. Po ai ka dash që jemi në këtë fe dhe jemi. Ndëgjom mirë se këto komente nuk janë bash aq leta me dal kursit xhamisë me i bë. Këto derse që i bën hoxhallarët në Ramazan nuk janë bash njëkohësisht hip edhe fol. I nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelalu ka thënë kështu në Kur'an. Po kanë thënë ato se me pas dash Zoti edhe na ishmi musliman si kishmi bë gur dhe ibadet, këto dojnë me këtë ajet me nxjerr një arsye për me shpëtu prej problematikës së vet. Edhe këta e folin këto në formën e nënshmimit, kjo ka kuptimin shqip, katunar që kështu, hec maratanena më në plasti ati me këto vajzët e tua, e me këto nasihatet e tua se me pas dash Zotin unë ishna ma musliman se ti. Këtë kuptim e ka ajeti. Mirë po, këto kanë harru, se në spjegimet e Kurani Kerimit janë bo në këtë sure që ishë në derset e fillimit. Se fen besimin e drejt edhe besimin e shtremt e zgjedh njeriu. E zgjedh njeriu, na kështu kemi spjegu, e zgjedh njeriu ata. Tamam xhamatin ndershëm, por këto duhet shembuj me pru. Tamam kështu është puna. Ti ven me në qytet edhe hin dyqanin e bojave, hin dyqanin e ngjirave. Kështu është çështja e zgjedhjes së besimit, rrugës drejt edhe të rrugës shtremt, se rrugë tham janë di. Edhe di do me ngjyros dritarën edhe derën tonë të dhomës banesës ku banon. Ai po pyesim kështu pra. Atje vendos me marë ngjyrën e bardhë e me elon zezën, atë dhënon Allahu me marë të bardhën edhe zezën. O me elon zezën. Cëllën e ban? Kush pikarrel kjo? Feja jonë, si pas sektës, si pas mezhebit e ahli sunnetit në mëson se njeriu i ka mundësi të dhonuna prej Allahut që ai me izgell prej di ngjyrave vetë njonën. Edhe ti thu pra, pse këto mundësi ti ka dhonë Zoti, thua ti, të bardha do t'i ngji. Do t'i lidh bardha, do t'i bajt bardha dritarët. Edhe vend ti me të vërtet i ban të bardha. Allahu nuk ka detyru këtu me morë ngjyrën e bardhë, e ke zgjedh ti. E ai çka ka bë pra? Ai ti ka dhënë mundësit me zgjedh. Ama ti e vendos. Njoni ka arë me kërë në semaforin e kuq të udhkriqi edhe anala ti. E ka për para kuq. Në të parën edhe gas më njerë himrenda. Në digjom një mirë ka shu gjem të ri pra. A ka të drejt që ki në gjyqë me dalë me thonë, kur të pytët pse hinë në lamën e kuqe me thonë, shtetim detyroj. A më në thotë ki, në gjyqë, më ka detyru shteti me hinë lamën e kuqe. Thotë pra gjikaci, shtetin lamën e kuqe të ka ndalu. Pra ai që hinë lamën e kuqe të harami, a më në thotë Allahu Gjelle Gjelalu ti më shtin e mua në haram? Allahu i thotë ati jo, unë të kam ndalu prej haramit. Ka thonë Kurani Kerim, wala yarda lahumul kufr. Allahu kufrin si ado asni njërit. A i kur kuj nuk ja do me zbesimin, mos besimin e zgjedhin ato vetë. Besimin e zgjedhin ato vetë, e tashtin këta ajetin tonë të në Kurani Kerim, në ajetin 35, Allahu qarta spjegon. Tha thojnë ato me pas qenë, kështu pra që i musliman lëki i fe islam e kanë e mirë, Allahu s'na kish lënë neve me i bë gurë dhe ibadet, edhe neve na kish një ati. Jo, Allahu e ka zbrit vërtetën, ju s'po vini me e morë. Ajo ka dalë në treg, ju s'po hini në treg me ble. Nahnu wala abauna wala harramna min shay minhu min dunihi min shay, thojshin ato, thojnë edhe sot, thojshin edhe thojnë, do të thojnë nesër se as që ish bodën i sen haram, as që ish bodën i sen negativ edhe pozitiv, që ajo që shash qashtu që asaj i kish mishkur mas, Allahu dashti me qenë në qështu e dhajt. Kur jam të kja ajet, për përfundimin e dersit du me sjellë edhe një shembull të vogël aty, i nderuar i xhamat, ai që i ras pat degës pemës kujshijes për skajt rrugës, ai s'ka drejt a me thone kishte shkru Zoti. Ai s'ka të drejt me thone kishte shkru Zoti. Ka të drejt me thone ka dit Allahu Gjelle Gjelaluhu.
Po jo e ka urdhnu. Ka të drejtë me thonë e ka ditë se do t'jesh negativ. E ka ditë se çka do të zgjedhësh. Po jo edhe të ka detiru pra. I diti shembull ai që ka hinë dyqan me ble një katesh apo ka hinë me ble një kaput. I ka pa 1000 ngjira aty. Edhe e ka zgjedh kaputin e zi. Edhe para te njoni e ka ble kaputin zi, njoni gjelbert, njoni të mavit, njoni qeshil. Pse i kanë bëgë këto kështu? Me pas qenë dhunë prej Allahu Gjelle Gjelalu, shfare kanë pas me qenë prej këtë kaputët? Ja këtë bar, ja këtë zi, ja këtë kuq, po ja njerëzit. Si pas shijeve, i zgedhin teshat e veta që i veshin. Si pas shijeve, si pas të mendurit ative, i zgedhin udhën e besimit, për atë ato dënimi ative është këtë legjitim, edhe shpërblimi ative është këtë legjitim. Kedhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Pra me këtë ajet për mbyllim dersin e sotit inshallah, tha Allahu kështu kanë punuar partektive. Fahal 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. E thonë eskam, hel bimana ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. E thonë e për pejgamberin nuk jetë që tërsen, a i sa që obligume që tërsen përveç se me spjegimin në detale. Hoxha nuk kanë që obligume që tërsen përveç se me spjegimin në detale. A i s'ka drejta kur kuj me i thonë përse të rehac hinë gjami. A i s'ka drejta kur kuj me i thonë dil për gjamije. A i s'ka drejta kur kuj me i thonë has me zorba në musliman. A i s'ka drejta kur kuj me i thonë me zor në berika para të zeqatit. A i s'ka drejta kur kuj me shku të shpia me i thonë qunë si firë se për të qesbu me në dhomë. A i s'ka drejta këtu pun mi bo. Të dhe oma ala rasuli illa al-balagul mubin. Prej Ademit e dherë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pejgamberët. Prej të Ademit tërë të imrami njëri ulemat, kur një obligim qëtër nuk e kanë përveç se spjegimin me bo të shejt, spjegimin me bo si pas delileve, edhe njerëzive me ju thonë jeni të lirë. Kështu me ju thonë njerëzive jeni të lirë, zgjedhni që ka të duni, me ate që ta zgjedhni, me atë do të paguheni. Lillahi l-Fatiha.